Siç edhe e anoncuam pak minuta më parë, jemi me lajmin e minutës së fundit, pra pas asaj mbledhje dhe fjalimi maraton, kryeministri Edi Rama ka bërë ndryshime në kabinetin qeveritar dhe ka shkarkuar zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Në këtë mbledhje, në postin e zëvendës kryeministres, është emëruar Albana Koçiu, e cila zëvendëson pra zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Ndërkohë, ministër i infrastrukturës dhe energjetikës, posti mbajtur deri më tani nga Belinda Balluku, tashmë do të ketë në krye Enea Karakaçin. Gjithashtu, lajm tjetër i bujshëm i kësaj mbledhje të sotme është largimi i Elisa Spiropalit nga Ministria e Jashtme dhe emërimi i diplomatit Ferit Hoxha, ish ambasadori i Shqipërisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Ai tashmë do të jetë ministri i ri i jashtëm i Shqipërisë. Ndërsa ministri i Drejtësisë, Besfort Lamallari, largohet nga ky post dhe merr detyrën e ministrit të Brendshëm, ndërsa Toni Gogu emërohet në krye të Ministrisë së Drejtësisë. Eriona Ismaili është emëruar ministre për marrëdhëniet me parlamentin. Këto janë ndryshimet surprizë, krejt surprizë të bëra sot, pra sot pas dite tani në mbrëmje nga kryeministri Edi Rama, dhe që me siguri kanë lënë të surprizuar edhe vetë protagonistët e emërimeve, pra njerëzit që kanë marrë detyrat e reja. Lidhemi me gazetarin ton Bekim Bici për të mësuar diçka më shumë lidhur me këto ndryshime, por mbi të gjitha me largimin nga detyra, nga funksionet e saj të zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë, zonjës Belinda Balluku. Bekim, përshëndetje. Të përshëndes. Jemi përpara një surprize kështu? Po, mund të themi para një surprize, kjo të paktën referuar ndryshimeve në tërësi që kryeministri Edi Rama ka bërë në kabinetin qeveritar, pasi nëse i referohemi thjesht lëvizjes të zëvendës kryeministres, njëherë është ministre e infrastrukturës dhe energjisë, tashmë duhet të themi ish zonjës Belinda Balluku, ishin të pritshme deri diku, pavarësisht se kjo nuk pritej të bëjë në mbledhjen e grupit të ditës së sotme. Të gjithë ne prisnim që këto ndryshime të bëheshin dhe të reflektoheshin në mbledhjen e Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste apo dhe të Kongresit që u paralajmërua në fakt ditën e sotme në hyrje të mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Socialiste, por si duket kryeministri Edi Rama gjithmonë ashtu siç ka ditur në momente të caktuara ka ditë të ndërmarrë edhe këtë herë të bëjë surpriza, ndoshta kjo nxitur edhe nga reagimet që kanë patur ndërkombëtarët lidhur me çështjen në fjalë pra të zëvendës kryeministres, njëherë është dhe ministre e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku. Dhe kujtoj që reagimet e fundit kanë qenë sot në Komisionin për Punët e Jashtme në Parlamentin Evropian, ku deklarata e zotit Gahler, i cili pak ditë më parë u takua edhe me kreun demokrat Sali Berisha, ishte shumë e qartë që rasti i Balluku, tha ai, rrezikon integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe kjo nuk ka qenë deklarata e vetme, po të kuptojmë dhe po të kujtojmë të gjitha deklaratat që janë bërë gjatë gjithë këtyre ditëve lidhur me këtë zhvillim të rëndësishëm. Ashtu, e vërtet është dhe krahas zotit Gahler, në fakt deklarata të tilla ndonse me tone pak më të zbutura ka qenë edhe e zotit McAllister, po ashtu edhe e euroraportuesit për Shqipërinë në Parlamentin Evropian, zotit Andreas Schieder. Edhe ai u shpreh që reforma në drejtësi dhe drejtësia në tërësi duhet të jetë e pavarur dhe të lihet të bëj punën e tij, pasi është e vetmja mënyrë dhe rrugë e shpejtë për integrimin sa më të shpejtë të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kësaj nëse do t'i referohemi pikërisht këtyre ndryshimeve, tashmë zonja Belinda Balluku do të zëvendësohet në dy postet e saj që mbante ato të zëvendës kryeministres, por edhe të ministrisë infrastrukturës dhe energjisë nga dy persona të ndryshëm. Tashmë ministria e Brendshme apo Albana Koçiu që mbante postin e ministres së Brendshme, tashmë do të kalojë dhe do të është emëruar zëvendës kryeministre. Bekim, kam një pyetje. Fakti që e zëvendësoi zonjën Balluku do të thotë që Këshilli i Mandateve dhe Imunitetit do të jap një raport ndryshe nga ajo që pritej dhe nga sa u deklarua disa ditë më parë kur u mblodh, pra do të dorëzohet imuniteti i saj? Mendojnë që do të shkojë drejt kësaj rruge duke pasur parasysh të zhvillim surprizë sot?
Le të sqarojmë së pari, çështja e imunitetit për sa i përket hetimit të zyrtarëve të lartë, në këtë rast do deputetëve apo ministrave, nuk ka. Imuniteti qëndron Jo, vetëm për sa i imuniteti përket si masave deputete, po. shtrënguese, pra. Po vetëm sa i përket masave shtrënguese të heqjes së lirisë së personit. Vetëm për këtë bëhet fjalë imuniteti. Pra autorizim për arrestim dhe jo imunitet për hetim si kundër ka patur Po më pra herët, po, pasi përflasim më për herët imunitet për deputetët kanë arrestim, po. patur. Aktualisht, për sa i përket kësaj, zoti Rama gjithmonë ka qenë i surprizave, mbetet ndoshta si duket do të kemi sërish surpriza pavarësisht qëndrimeve që ka mbajtur si zoti Rama, ashtu edhe le themi antarët e tjerë të kabinetit, por edhe pjesëtar të strukturave drejtuese si nga kreu i grupit parlamentar zoti Taulan Balla, ashtu edhe nga kryetari i komisionit të ligjeve zoti Ulcimania, të cilët janë shprehur si në mbledhjen e Këshillit të Mandateve dhe Imunitetit, pra të që të pestë kanë qenë një zëri dakord që pezullimi i saj nga detyra dhe bllokimi i pasaportës është mëse i mjaftueshëm dhe nuk ka nevojë për marrjen e masave shtesë. Por kjo mbetet për tu parë, pra referuar këtu edhe deklaratave të fundit që kanë ardhur nga Komisioni Evropian, Këshilli i Evropës apo dhe strukturat e tjera të perëndimore, le themi, të organizata të tjera perëndimore ndërkombëtare, duket që mund ta shtyjnë zotin Rama që të ndërmarr ndoshta edhe një vendim tjetër, pra për le themi dhënien e okejs ndaj Spakut për të marrë masa të tjera ndaj zonjës Balluku, por pavarësisht kësaj, pra gjithsesi zyrtarisht të paktën referuar zërave dhe deputetëve brenda Partisë Demokratike do të vijojnë të qëndrojë pezullim e vetmja masë që tashmë i bie të qëndrojë për zonjën Balluku, ajo e bllokimit të pasaportës. Po. Ndërkohë nuk ka të paktën referuar deri në këtë momente nga burimet nga brenda grupi parlamentar i Partisë Socialiste, nuk ka zëra që do të jepet okay për sa i përket çështjes së imunitetit për arrestim apo le themi autorizimin për arrestimin e zonjës Balluku. Mbetet për tu parë pasi është paralajmëruar që do të ketë edhe një mbledhje tjetër të grupit parlamentar me datën 2 mars, mbledhje e cila vjen menjëherë pas seancës së parë që do të mbahet pas javës së gjelbër, që është seanca e së hënës, në të cilën nuk mund të diskutohen çështje të tjera të jashtë faktit, vetëm diskutime për çështjet e zgjedhësve, dhe të martën do të jetë pikërisht një mbledhje tjetër e grupit parlamentar në të cilën pritet të vendoset eksaktësisht për çështjen në fjalë, pra për heqjen, pra për autorizimin apo jo nga kuvendi, por dhënien e masave shtrënguese si ajo e arrestimit për zonjën Balluku. Mbetet për të pritur data 2, por nuk mund të përjashtojmë rastet që zoti Rama të mund të dalë edhe sot ndoshta me vendim të tij, që Partia Socialiste duke u referuar edhe mbështetjes që ka ndaj SPAK, që në fakt e la të kuptohej edhe gjatë fjalës së tij që pavarësisht kritikave të shumta që kishte ndaj sistemit të drejtësisë dhe organeve të reja të drejtësisë, sërish ai u shpreh që Partia Socialiste dhe ai vetë do të vijojë ta mbështes pa kushte sistemin e ri të drejtësisë të dalë nga reforma në drejtësi. E qartë. Bekim, të lutem, dua të komentojmë pak edhe këto ndryshime se janë shumë interesante. Së pari njëherë, emrimi si Ministër i Infrastrukturës si Enea Karakaçi, dhe njihet që zoti Karakaçi është një njeri i afërt dhe që ka punuar ngushtë me zonjën Balluku. Ndryshimi i parë, ndërsa ndryshimi i dytë ka lidhje me zonjën Elisa Spiropali. Shumë e papritur kjo lëvizje dhe emrimi i një diplomati, do thoja me shumë përvojë dhe me një karrierë të shkëlqyer siç është Ferit Hoxha, një njeri që për shumë vite ka punuar në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, ka drejtuar selin tonë në OKB. Ndoshta ka dhe lidhje me procesin e integrimit dhe të gjithë punën që po bën qeveria shqiptare duke emëruar një njeri kaq të rëndësishëm dhe me kaq përvojë në këtë dikaster? Pikërisht, doja të ndalesha pikërisht te emri i zotit Ferit Hoxha si diplomat të karriere, le ta konsiderojmë. Zoti Ferit Hoxha ishte përfolur edhe në, le themi, për qeverinë e re që të ishte pjesë e kabinetit si ministër i jashtëm, pikërisht duke lidhur me faktin që kryeministri Edi Rama po i mshonte shumë idesë për të patur ministra në thonjza më teknik dhe më të fushës për sa i përket çështjeve të caktuara në të gjitha, le themi, sektorët apo dikasterët.
dhe kjo zëvendësim apo kjo lëvizje mes zonjës Spiropali dhe zotit Hoxha ndoshta vjen pikërisht për këtë arsye, për shkak të përvojës së tij në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe jo vetëm të zotit Hoxha, çka e bëjnë si duket edhe më të përshtatshëm për të mbajtur këtë post në kushtet kur Shqipëria gjendet përballë edhe një presioni ndërkombëtar referuar këtu qëndrimeve të opozitës dhe lëvizjeve që kjo e fundit ka ndërmarrë me faktor ndërkombëtar si me Partitë Popullore Europiane, por edhe brenda Këshillit të Evropës dhe Komisionit Evropian për shkak të situatës së krijuar me zonjën Balluku, por dhe jo vetëm, por edhe me situatën e korrupsionit dhe lirive të caktuara në Shqipëri, si duket pikërisht zoti Ferit Hoxha është parë nga kryeministri Edi Rama si njeriu më adapt apo njeriu më i përkryer një farforme më i plotësuar për të marrë përsipër këtë detyrë. Ndonë se zonja Spiropalit në këto muaj që e ka mbajtur detyrën e ministres së jashtme ka patur një tur në të gjithë rajonin, por edhe në vendet e ndryshme të Bashkimit Evropian për të kërkuar mbështetje. Një tur që besoj u mbyll dje me vizitën në Kosovë, edhe takimet me kryeministrin, me presidentin atje. Si duket të paktën në kuadër të ministres së jashtme një tur i tillë le të themi rezulton që të jetë mbyllur. Mbetet për të parë nëse do të ketë një detyrë tjetër për zonjën Spiropali apo jo nga kryeministri Edi Rama, pasi vlen të theksohet që zonja Spiropali ka qenë po ashtu një nga figurat më të vlerësuara nga kryeministri Edi Rama ndër vitet, paktën për sa i përket qeverisjes së tij. Dhe vjen le të themi jo nga strukturat e mirëfillta të Partisë Socialiste, le të themi që i kaloi të gjitha shkallët, por arriti të katapultoj mjaft mirë me ardhjen në krye të Partisë Socialiste nga të zotit Rama. E kuptova. Surprizë është edhe rikthimi i Toni Gogut. Pam që në listat e deputetëve shumë nga mbështetësit, nga njerëzit e afërt, nga miqtë e Erjon Veliajt u lanë disi në hije dhe nuk u vendosën në postet të sigurta me përjashtim në postet sigurta, në listën e sigurt të deputetëve me përjashtim të Maznikut dhe Toni Gogut. Me sa duket ka një ndryshim në këtë rast të kryeministrit në sjelljen e tij ndaj njerëzve të afërt të Veliajt. Zotin Toni Gogu, kryeministri e pa aso kohë si duket arsyeshëm për shkak të qetësisë dhe pjekurisë së tij për të qenë ministër pa portofol, por një ministri e rëndësishme në thonjza, kjo për shkak të vetë aktivitetit të kryeministrit Edi Rama, i cili vlen të theksohet që thuajse në të gjithë jetën parlamentare ka qenë shumë pak i pranishëm në parlament. Dhe kësaj kishte zgjedhur aso kohë së pari zonjën Spiropali, pastaj zotin Toni Gogu, pra si personazhe të cilët mund të mbanin me elokuencën e tyre pikërisht debatet dhe peshën e debatit që do të ishte në mungesë të kryeministrit Edi Rama. Por si duket tashmë pikërisht këtë peshë debati ja ka kaluar tashmë një të reje që është vlerësuar nga kryeministri Edi Rama shumë. Zonja Erjona Ismaili është një nga deputetet e reja që hyrin së fundmi në listën e Partisë Socialiste për Vlorën, mes shumë polemikave, duhet thënë, të paktën burimet e mia nga Partia Socialiste e Degës së Vlorës më kanë konfirmuar aso kohë që zonja Ismaili ishte gjendur përballë një sër kundërshtive nga vetë brenda Partisë Socialiste, madje edhe ata që drejtonin pikërisht strukturat në Vlorë. Dhe kryeministri Edi Rama duke u nisur edhe nga qëndrimi që vetë Erjona Ismaili kishte mbajtur karshi kryeministrit Edi Rama, duke e kritikuar në momente të caktuara për çështje të caktuara në Vlorë, arriti që të le të themi ta vlerësonte dhe ta futte në listën e deputetëve. Dhe tashmë si duket e ka vlerësuar akoma dhe më shumë pasi i dha postin e zëdhënëses së grupit parlamentar, tashmë e ka parë të arsyeshme edhe për shkak ndoshta të qëndrimeve të saj dhe elokuencës jo vetëm në parlament, por edhe në komisionin e ligjeve ku ajo ishte pjesë dhe ishte në fakt një nga anëtarët aktive në këtë komision, e ka parë të udhës që të zëvendësoj pikërisht Toni Gogun, duke i dhënë edhe duke e parë si një figurë në thonjza më të pa përfshirë në politikë, pra disi më apolitike referuar aktivitetit të saj brenda strukturave politike të Partisë Socialiste. Mirë, Bekim, të falenderoj për të gjitha sqarimet që na dhe, edhe ndoshta mbetemi në kontakt nëse do të kesh të tjera informacione apo zhvillime apo lajme që lidhen me këto ndryshime në qeveri, por edhe deklarata që mund të vinë nga faktori ndërkombëtar. Faleminderit. Patjetër, faleminderit. Dhe
Pas t'i lajmit të minutave të fundit që na njohu me ndryshimet e reja surprizë si gjithmonë të kryeministrit në qeveri,